Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma të dashur miq të emisionit A më dëgjon, ja ku po ritakohemi edhe këtë të diel. Në fakt, unë tashmë kam filluar që të futem në këtë botën e bukur të mendimeve rreth universit, rreth kozmosit, rreth temës që ne do të trajtojmë sonte. Unë kam në dorë një libër që në fakt brenda saj ka shumë energji pozitive gjithmonë. Është një libër i veçantë nga gjithë të tjerët sepse nga fillimi, domethënë nga faqja e tretë deri në faqen e 104, le ta themi, është i ndërtuar nga thënie, por thënie të shkruara nga jeta e autorit që unë e kam në studio. Sot do të flasim për botën, për kozmosin, do të flasim për planetet, universin, për atë që ne në fakt e ndjejmë, për atë që ne gjatë gjithë natës e mendojmë. Meditimi janë emisione që unë i trajtoj me shumë dashuri dhe pikërisht ky libër brenda saj përmban këto gjëra. Me mua në studio me shumë dashuri e ka pranuar ftesën autori i këtij libri, Sabri Aziri. Faleminderit që erdhe. Faleminderit që je me mua. Faleminderit për mundësinë, kohën dhe hapësirën. E meriton sepse njerëzit si ti në shoqërinë tonë janë xhevair të çmuar, nga që në shoqërinë ku ne jetojmë, derisa ne promovojmë dhe jetojmë me surrejtje si nati të mlefit, ju keni përzgjedhur që të na vini me dashuri. Na mësoni të shikojmë jetën me sy pozitiv, të ngrihemi nga momente shumë të vështira. Do të thënë brenda këtij libri është krejtësisht ajo që ju keni kaluar, përjetuar dhe keni vendosur që ndoshta çdo natë me vite të tëra të shkruani në këtë libër. Kjo është përmbledhje thënieve të mia autentike, prej përvojës jetësore dhe prej sfidave dhe peripetive të cilat unë i kam kaluar në jetën time. Plus minus janë 10 vite që shkruaj, po e keni parasysh në jetë kur nuk ndodh ajo që duam, ndodh ajo që duhet, edhe mendoj se ka qenë tash periudha e mirë dhe koha e mirë që të marr edhe t'i përmbledh të gjitha thënjet në një libër dhe t'ja baj dhuratë vetes për ditëlindjen time dhe kosmosit që gjithë secili ta lexon, ta ndjen nga afër, ndoshta ta analizon, ndoshta të nxjisë ndonjë ndryshim pozitiv. Ideja e librit nuk është që unë t'i ndryshoj njerëzit ose popullatën, por ideja e librit është që gjithë secili ta merr ta lexon, ndoshta dikush do ta gjenë vetveten, ndoshta tek dikush do të nxjisë energji pozitive ose emocion të veçantë, kështu që në jetë ne jemi të suksesshëm nëse së paku jemi frymëzim, inspirim për një njeri. E bukur. Unë dua të lexoj thënien e parë të këtij libri. Dhe thënia e parë është kjo: fuqia e një mbretit nuk rrihet nga ai, por nga fuqia e njerëzve të tij. Tani lidhet kjo pak me politikën, se nuk është si edhe figura anonime. Kjo lidhet edhe pak me politikën, po. E keni parasysh se nëse i marrim edhe i studiojmë dhe analizojmë të gjitha figurat politike të historisë, edhe të gjitha figurat historike që janë gjatë zhvillimit të botës dhe njerëzimit, është shumë me rëndësi rrethin me të cilin ne ndajmë ajrin, rrethin me të cilin ne ndajmë kohën. Ka qenë periudha e pandemisë kur në zyrën e ministrit të shëndetësisë të atëhershëm pata një ftesë për të marrë përsipër organizimin e pandemisë. Duheshte një person i cili vjen prej qendrës klinike universitare, i cili e njeh po të themi kështu terrenin ose rrethanat, dhe duheshte të emërohet një koordinator. Kur shkova te ministri i atëhershëm, u ulëm dhe biseduam dhe tha çka kërkon ti për ta marrë këtë detyrë. E keni parasysh se ka qenë rrethana shumë të rënda, ka qenë panike e madhe, frikë e madhe e kështu me radhë.
por për mua ishte një sfidë dhe ishte një moment ku unë personalisht e sfidova veten dhe desha që ta ndihmoj popullatën këtu te ne, popullin ton, sepse ja kemi borxh ndihmën njëri tjetrit. Dhe pyetjen të cilën ma bëri ministri, tha ti, ne do të emrojmë ty si thuja si koordinator, po çka mund ne të bëjmë për ty? Kjo është apropo pyetjes tuaj. Thash, për mua dua të miremi vesh se si do të funksionoj. Tha, okej, si do të funksionoj? Thash, ndëgjo, thash, unë thash dua të funksionoj në mënyrë fair, transparente. Thash, e kam një pyetje për juve. A dini se pse shumë pushtues, kryetar komunash, kryetar shteti, qeverie, imperator, sultan, faraon e kështu me radhë, pse ndër vite ata e kanë humbur pushtetin. Zakonisht pushtetin e kanë humbur, u përgjigja i tha, ka shumë varianta që është shumë okej. Thash, për bindjen time, zakonisht e humbin pushtetin për shkak se janë të rrethuar me njerëz të cilët nuk i japin informacion të saktë dhe të besueshëm se çka ndodh në masë ose çka ndodh saktë në popullat. Kështu që kjo thanje rrjedh fiks prej kohës së pandemisë dhe shumë e rëndësi skuadra dhe ekipi të vazhdon dhe të punon. Për mua personalisht, cekët për politikën, për mua në politik duhet t'jetë e shenjtë ideja dhe vizione. Jo i shenjtë t'jetë kryetari i partisë, sepse harxhohet dhe konsumohet, ndërsa idetë nuk konsumohen. Ato vetëm duhet njerëz që t'i realizojnë. Vizionar, po mendoj që janë të pakët në vendin tonë këto njerëz me mendjen tënde. Mendoj se nuk janë të pakët, vetëm nuk është dhënë hapësira dhe mundësia që njerëzit ta nxjerrin në pak atë më të mirën. Mendoj se sistemi politik te ne nuk është i bërë update me kohën. E keni parasysh se ne kemi sistem i cili ka qenë ndoshta funksional në kohën e komunizmit dhe në ndërkohë nuk kemi ndryshime, a e kemi parasysh se koha për çdo sekond ndryshon apo? Edhe për të ardhur në shprehje dhe për të ardhur në aftësitë e njerëzve, vizionin e njerëzve, edhe është e shëndosh ajo për demokracinë, duhet t'u jepet hapësirë të gjithëve. Hapësira jepet në politik duke i hapur listat, duke u bërë Maqedonia një njësi zgjedhore dhe duke i pasur ne listat e hapura. Keni parasysh se ne kemi miq të cilët merren me politikë, shokë, kështu me radhë, familjar, mirë po të gjithë mendojnë se kanë ndonjë peshë të caktuar politike në popullat, kur janë listat e hapura edhe idetë do t'jenë shumë më praktike për të arritë dera gjithë secilit. Po nuk do të kjo gjë se është puna e karrikës ose sa bëj tani të gjithë luftojmë për karrikë. Sa i përket karrikës, unë mendoj se nuk ka në botë persona më të rrezikshëm se njerëzit të cilët kanë marrë pozicione pa merita. E të ne janë çiksi shumë ato. Tash fund të ditës secili e ka emrin dhe mbiemrin e vet, po duhet ne të jemi në hap me botën. Maqedonia është një shtet e cila është një lagje Stambollit ose një lagje e Kinës, edhe nuk ka mundësi kaq probleme të ketë ky shtet i vogël, sepse keni parasysh, do ta përdor një terminologji popullore. Politikbërja të ne nuk sjell begati, nuk sjell bereqet, sepse i hahet haku, ose nuk ka meritokraci, sepse partia politike vendos se kush do të garon. Jo individi ose personi i cili ka vizion të caktuar, të del dhe të shkon të atakon gjithë secilin qytetar, të atakon në shtëpi. Po të pyetesha unë do t'i kisha larguar edhe këto mitingje që organizohen, sepse nuk ka nevojë. Sot informacione vjen shumë shpejt te njerëzit, edhe keni shembullin në Amerikë, ata shkojnë shtëpi për shtëpi, takojnë qytetar për. Edhe mitingjet janë me presion. Nuk është se është miting që qytetari e ka të dritë të lidhë, domethënë e ka të lirë të drejtën e tij të shkon të dëgjon, edhe Bashkimin Demokratik për Integrim, edhe Partinë Lëvizjen Demokratike, edhe Partinë Besa, po te ne po i ku i dëgjoj etiketohet direkt.
Ajo nuk më pëlqen, sepse në fund të ditës çdo njeri ka të drejtë të mendon ndryshe. Ajo është pjesë e Për demokracisë. mendimin tim kot që bën ato mitingje, ata janë mitingje vetëm për sy e faqe. Dhe mendoj që janë mitingje për të gjuajtur punja kundër drejt njëri tjetrit, ë? E kanë bërë kështu si tip ke parë këto artistët të showbizit të grinden nëpër story, ndërsa këto grinden nëpër mitingje. Kështu e lexoj unë. Unë mendoj se nuk ka nevojë, sepse sot me rrjetet sociale informacionin e ke shumë shpejt në duart tua, kështu që mendoj se nuk ka nevojë, duke marrë parasysh se ne për fat të keq ne i etiketojmë njerëzit se këta janë me neve, ata nuk janë me neve, ky pin kafe me këtë dhe ky nuk pin kafe me këtë, por njerëzit harrojnë se politika duhet jetë njëjtë si ndeshja Inter dhe Milan. Ka mbaru ndeshja, prej nesër jeta vazhdon pa presione, pa probleme, pa kërcënime, pa etiketime se s'ka nevojë. Po mirë, kur jemi te politika, më thuaj Troç, sa e dështuar dhe sa e rritur është politika shqiptare në Maqedoni? Mendimi im për politikën në Maqedoni edhe në Ballkan, unë mendoj se politika në Maqedoni ka dështuar duke marrë parasysh se shumë njerëz kreativ janë shpërngul prej këtij vendi. Kjo vjen si rezultat prej politikbërjes e cila nuk jep hapësirë për ta ndëgjuar ai i cili vlen ose ai i cili ka vizion. Ne kemi dëshirë, unë personalisht kam dëshirë të flas me numra, edhe kam dëshirë të flas për parime dhe për principe. Parimet dhe principet e mia më japin një matematikë të thjeshtë se shumë njerëz janë shpërngul prej Maqedonisë pas viteve të 90-ta. Unë mund ta lëvdroj një parti politike ose një tjetër, mirë po numrat këtë na i tregojnë më së miri se diçka ne bëjmë gabim. Tash sa bëjmë gabim edhe si e bëjmë gabimin, ne duhet të jemi autokritik, gishtin çdo herë nga veti, sepse te ne ta kërkojmë fajin, ne të reflektojmë, ne të bëjmë diçka ndryshe, duke mos i bezdisur njerëzit, duke mos bërë presione prej më të ndryshme. Kur ka ndryshime në qeveri, është shumë normale se duhet të ndrohet një ministër i caktuar apo. Mirë po njerëzit të cilët punojnë në ministritë të caktuar, ata janë njerëz të cilët i shërbejnë të gjithë qytetarët, të gjithë pacientët, kështu që nuk ka nevojë shumë presione. Hajde t'i japim përparësi, ta provojmë, ne t'i dëshmojmë botës, ne t'i dëshmojmë Ballkanit se jena pak më ndryshe. Ne shquhemi se themi se ndoshta na dallon gjuha, besimet fetare kështu me radhë, mirë po hajde t'jemi pak më kreativ, hajde t'jemi pak më paqësor, hajde t'jemi pak më trend me botën. Po nuk na lejojnë. Është shumë egërsi e madhe, sidomos në aspektin e politikës, tani këto janë realitete që duhet pranuar. Unë mendoj që është i vetmi territor i cili popullohet më shumë çdo ditë dhe ndoshta këtu është edhe dëshpërimi i rinisë që humbin besimin në politikë. Ajo që e quajt e ti, domethënë pozicionet që merren nga persona të caktuar dhe nuk respektohen ashtu siç duhet, dhe normalisht një qytetar humbet besimin dhe largohet nga idetë, dëshirat, kreativiteti që ai mund të ketë për vendin e tij, se në fund të ditës vendi ku ne jetojmë nuk është i politikanit, por është i të gjithë neve. Unë mendoj se duhet të punohet shumë për vetëdijsimin e qytetarëve, sepse ne çdo vit edhe në çdo cikël zgjedhor ne kemi dalje shumë të ulët të popullatës e cila del dhe voton. Kjo është një alarm, gjithë ata të cilët merren me politikë duhet ta shohin se kjo është një porosi. Kjo është një alarm të cilët Ajo është dënim nga qytetarët. Ajo është dënim. Te ne duhet ne të punojmë që qytetari të shpërblen me votë, jo të denon me votë. Kështu që duhet punojmë shumë, pa i nda njerëzit. Mua personalisht më pengojnë ato, vetë kam qenë, vetë unë personalisht, po ndaj meje janë bërë ndarësi, ndaj meje janë bërë etiketime prej më të ndryshmeve, kështu që nuk është e mirë ajo. E ke një të është dhanë mundësia ta përfaqësosh një popull ose një kulturë të caktuar, atë ta bësh me dinjitet dhe ta bësh si duhet. Tani Kozmosi, është pikërisht ky libër që ne na bën që ta ratisemi nga kjo zhurma e tmerrshme e tokës dhe të futemi në një dimension tjetër. Unë mendoj se Kosmosi është e mira, e bukura, e cila gjendet brenda nesh.
E keni parasysh uji buron prej tokës, graviteti buron prej tokës, edhe e mira dhe e bukura është mbrenda nesh. Kështu që mua më janë dashur shumë vite që ta zgjoj këtë të mirën në vetvete, jo që më ka munguar ndonjëherë, po nuk ka qenë ndoshta aq shumë e theksuar prej peripetive, prej sfidave në jetë që i kam pas. Mendoj se çdo njeri të cilit i mungon kosmosi nuk duhet të pret. E keni parasysh zakonisht ne presim se unë pres se dikush tjetër të më bën të lumtur, ai pret dikush tjetër të bën të lumtur edhe na shkon jeta në pritje. Lumturia krijohet edhe vet. Kur je i përmbushur me vetveten, din ta vlerësojsh tjetrin, ta përkrajsh, ta ndihmojsh, ta frymëzojsh e kështu me radhë. E bukur. Tani, Tingujt e kozmosit në fakt është i titulluar libri. Tani kur dikush shtruan, që në këtë rast domethënë jeni ju, për tingujt e universit, zakonisht e the që domethënë ka gjetur një qetësi që të tjerët në të vërtetë nuk e kuptojnë, të tjerët mund të kenë edhe luftë me veten. Çfarë dëgjon ti në vetmin tënde brenda vetes që ne të tjerët jemi shurt për ta kapur realisht, sepse ti e ke dëgjuar dhe e ke shkruar këtu. Për të ardhur gjitha këto thënie, duhet të jetë shumë një frymëzim i madh, apo siç i thon në formën artistike një mood interesante. Unë ndër vite kam dëgjuar tërë botën, po s'kam dëgjuar veten. E bukur kjo. Ja një thënie tjetër. Po, për librin e Rafës. Sa po doli. Tërë jetën kam dëgjuar botën dhe nuk e kam dëgjuar veten. Unë fillova të ndryshoj në jetë edhe të kem qasje tjetër ndaj vetes dhe ndaj jetës, atëherë kur të gjitha disfatat, të gjitha humbjet, të gjitha ato lëndimet njerëzit që mi kanë shkaktuar, të gjitha ato planet e parealizuara, fillova ti numëroj si përvojë, si leksion, si mësim. Derisa nuk i kam përjetuar kështu, unë kisha problem me vetveten, sepse e keni parasysh ka shumë njerëz të cilët ndihmojnë, punojnë, janë të fokusuar në karrierën e tyre dhe nuk kanë kohë të merren me të tjerët, por ja pra ndodh që kosmosi, Zoti të sfidon dhe në ato sfida varet prej teje se ti si do t'i përjetosh, ti si do të merresh, si do t'i trajtosh, si do t'i përjetojsh ti, si do t'i zbërthesh, si do t'i lexosh. E the Zoti të sfidon. Në fakt, i kam më poshtë këto gjëra, po pasi i hape vetë, le t'i trajtojmë. Por çfarë sfida është bëhet fjalë? Unë e di që ke kaluar vështirësi të mëdha. E di një luftë në fakt që e ke bërë me veten, apo le ta titullojmë, të themi që lufta me vdekjen, ta themi kështu? Po, mundet edhe ashtu. Nëse dikush nuk e din se çka është betejë, duhet ta provon të lufton me veten, që ta mëson. Lufta me vetveten është lufta më e rëndë që ekziston, kështu që njerëzit një herë në jetë kur ta mundin ta fitojnë vetveten, atëherë nuk ka barierë, nuk ka sfidë, nuk ka problem, çështje që nuk e zgjidhin. Mua më ka ndodhur që kam kaluar shumë gjëra në jetë, mirë po mua më ka ndodhur gjatë pandemisë të mbaroj në kardiologji, sepse ishte koha kur rreth 2 vite kemi ndëgjuar ne si punonjës shëndetësor, kemi ndëgjuar vetëm informacione të zymta edhe vetëm për numrat të pacientëve të vdekur, po jo për numrat të foshnjave ose të bebeve të lindura, e ke parasysh. Edhe ka qenë janar, 2 janar nëse s'gaboj, kam qenë në shtëpi edhe prej presionit, prej lodhjes së madhe, prej punës për kushtimit, mua më ndodhi që unë ta humb vetdijen, kisha tension aq të lartë që humba vetdijen, edhe më morën familjarët e mi dhe më dërguan në kardiologji. Kur shkova në kardiologji, e keni parasysh se aso kohë, po flas për veten, kisha 200 telefonata në ditë.
200 telefonata ishin kërkesa që njerëzit, se ka qenë panik shumë e madhe, frikë shumë e madhe, njerëzit kërkonin ku t'i akomodojnë prindërit, familjarët e kështu me radhë, duke aluduar ose duke kërkuar vend për t'i hospitalizuar. Edhe momentin që shkoj në kardiologji, një motër medicinale atje ka pas sjelljen për fat të keq, shumë të keqe dhe shumë negative. Ndoshta ajo ka pas ndonjë problem personale, nuk e di unë. Kur shkoj në kardiologji, janë presin diku 5-6 pacientë të cilët ishin në moshë, edhe unë hyj mbrenda dhe them nuk ndihem mirë, t'lut na kuçtërim se nuk ndihem mirë, një EKG ma bëni. Ajo filloi ta ngrit tonen, si mundesh t'hysh këtu, paren, e kështu me radhë, që nuk është e mirë ajo, sepse unë prej qefit atje nuk kam shkuar se kam pas një halt të caktuar, edhe jam shtrim, kanë bë EKG, pastaj më kanë akomodu në pjesën tjetër ku i mbajnë pacientat aty, edhe në një moment e kam ndier nga afër, dhe ashtu e kam akceptu se unë më ka dasht Zoti, më ka rujt Zoti, që unë jam gjallë, sepse të njëjtën më tha edhe mjeku i cili më kontrolloi. Edhe keni parasysh, asë kohë kam qenë 39 vjeçar, edhe në dhomë ishin edhe 5 pacientë, të cilët mesatarisht mosha ishte rreth 70 vjeçar. Edhe unë si 39 vjeçar isha me një linjë ose me një vijë ose me një dhomë me pacientë të cilët ndoshta kanë probleme kronike ata me zemrën, nuk e di, nuk i kam pyet, por ajo ishte një alarm sepse unë besoj fuqishëm se Zoti të dërgon sfida dhe shembuj praktik që duhesh ti t'i lexosh, ti t'i deshifrosh, ti t'i akceptosh. Kështu që ka qenë një moment i cili për mua ka lënë, po të them kështu, një ndjenjë jo e mirë. Pastaj të nesërmen e mora në telefon në drejtorin atje, thash të lutem, më ka ndodhur mua, të korrigjoni, të merrni masa. Nuk është e mirë qasja ndaj pacientit ashtu, sepse ne të gjithë jemi pacienta potencial diku. Gjithsesi ne ndodhen kjo dhe është e shpeshtë. Kjo ndodh sepse njerëzit të cilët punojnë atje janë njerëz të cilët nuk e duan atë punë. Edhe ata shkojnë dhe punojnë ose paraqiten në punë, se janë dy gjëra, të paraqitesh në punë dhe të shkosh të punosh, janë dy gjëra të ndryshme. Për fat të keq në institucionet tona kemi njerëz të cilët dëshirojnë të punojnë, po mos të punojnë. Edhe i kemi dy kategori të njerëzve të cilët punojnë sidomos në për institucionet shëndetësore. Mua më vjen keq, nuk dua ta generalizoj, por hasemi për çdo ditë me këso raste. Ka njerëz të cilët e duan vendin e punës, se duan profesionin, me ata njerëz asnjëherë nuk ke problem sepse ata ndjejnë kënaqësi për punën që e bajnë. Edhe ata njerëz zakonisht janë të përgojuar me 1000, nuk e di, peripeti, probleme, se ja u thënë mesataren këtyne të tjerëve të cilët nuk duan të punojnë. Ndërsa këta të tjerë të cilët nuk duan të punojnë, ata më së shumë të punojnë si mos të punojnë. Shembull, ai duhet shkon në toalet 15 herë, duhet ta përgojon gjysmën e klinikës ose vendit ku punon, duhet t'i ndez 20 cigare. Edhe ajo është goxha punë, t'i mbajsh mend që të gjitha ato bisedat se kush çka tha. Profesion në vete nuk dua të shtohen as njerëz, sidomos në institucionet tona ku kemi ne punë me pacient, me njerëz, duhet qasja ndryshe, sepse po kthehem te libri, fjala e mirë shëron. E pra këtë duhet të pyes, ti arrite që të shtrihesh në atë krevatin e shëmtuar, është krevati që unë çdo njeriu ja uroj që ta ketë sa më gjatë këtë të spitalit. Dhe në fund të ditës shqyrë dhe si janë, se mos ishin ato, mendoj që Zoti mjekët spitalin e ka dërguar në këtë univers në ndihmë për qenien e tij. Në momentin që ti u shtrive, e preke me dorë faktin që ti nuk ishe në politikan në atë moment.
nuk ishe më Sabriu që kishte ndihmuar njerëz, nuk ishe më ai djali që fluturonte nëpër ogoret e spitalit, duke vrapuar që të ndihmonte të gjithë miqtë e tij, shokët e tij të dashur. Por ishte Sabriu që mendonte çfarë po më ndodh mua. Çfarë arritet kuptosh në atë moment nga jeta dhe nga të vrapuarit pas paras, apo qoftë edhe pas karrikës? Ne me doktor Trajçek atje, kolegi yni, i cili ndoshta një muaj e gjysmë para se të ndodhë mua kjo, ndroi jetë prej punës për kushtimit të cilin e ka pas ai në Covid qendrat. Rreth 30 e diçka vjet ka qenë, nuk e di atë kujtohet ajo periudhë. Po, ka qenë, e mbaj më sa që në për media. Edhe mua personalisht më ka prekur fakti që ai ka pasur sulm në zemër, edhe normal, ka ndru jetë, edhe me makinën ka qenë në lëvizje, edhe prej rrugës i ka dalë prej rrugës edhe një drunit i ka ra me makinë. Edhe kur i kam lexuar komentet e njerëzve, të cilët janë si pasojë, zakonisht njerëzit kanë stereotipe edhe rezerva ndaj njerëzve tjerë kur nuk i njohin edhe kur nuk flasin me njerëzit. Tash unë nga njëra anë disha për kushtimin dhe punën që e bëheshmi bashkarisht, edhe nga ana tjetër thyrjet të cilat ishin të shkruara prej njerëzve të cilët nuk kishin punë tjetër në jetë, po të merrnin edhe të shanin edhe të shkruanin. Edhe momentin kur unë kam marrë pjesë, edhe e kam pa disa minuta para se të ndronë jetë, se kanë marrë mendim të shpejt, e kanë qenë në urgjencë dhe faktikisht unë me disa kolegë tjerë e pam kur ndroi jetë, kur as familja e tij nuk e dinte. Edhe momentin kur mua më ndodh ajo që ju thash me tensionin e lartë që kisha dhe e humba vetdijen, në një çast mendova se e kisha unë djalin të vogël atëherë, Jonin, edhe në një çast mendova se unë do të shkoj si ai. Edhe unë personalisht e kam në gjenet e mia që dua të ndihmoj njerëzve, edhe ajo ishte momenti kur unë u pajtova me faktin se duhet atë tempon që e kisha deri atëherë, që thatë ju në për ato korridoret e spitaleve, një tempo e jashtëzakonshme, më ka ndodhur që dalë mëngjes në ora 7, dhe të kthehem mbrëmje në ora 11 ose 12 natës, dhe më ka ndodhur që 5 ditë mos të bisedoj fare, mos të komunikoj me djalin tim, vetëm dhe vetëm për t'i ndihmuar njerëzit dhe për t'ju ofruar për kujdesje dhe shërbim shëndetësor. Kjo është mendoj që një njeri që ka një dhunti, kjo është dhunti, një energji të tillë brenda vetes së tij, mendoj që është i bekuar nga Zoti. Faleminderit. Unë do ta citoj një thënie prej librit, thotë përhapja e energjisë negative është sëmundje, ndërsa përhapja e energjisë pozitive është bekim i Zotit. Kështu që ne jemi atë që ushqejmë në vete. Ne jemi atë që ushqejmë veten. Dikush e ushqejmë veten me energji negative, dikush me energji pozitive. Kështu që Sabri, si kujton fëmijërinë tënde? Si kujton momentin kur ti rriteshe pranë babait, nënës? Unë e di që vjen nga një familje jashtëzakonisht kontribuese, si në aspektin kombëtar, si nga ana e flasim të gjuhën popullore dhe llargëve të tu, një familje goxha e njohur në kontribut për kombin shqiptar, po edhe nga familja e babait, nga historia që unë e di, përpos që jeni kontribues në shkrim, në përqim të mesazheve të bukura, por të parët e tu kanë qenë dhe kontribues në kombin tonë. Plus edhe kanë vuajtur fatkeqësisht
ato dënime që nuk po është dashur t'ju bën, rasti i babait tuaj që ti e ke ndalë si muhabet me mua privatësi, por pasi që më dhe të drejtën që unë të flas, dhe unë dua të flas me ty sepse mendoj që je historia që duhet të gjitha dëgjojnë se edhe në Maqedoninë e Veriut ka njerëz të cilët kanë kontribuar, ka njerëz të cilët kanë vuajtur dhe asnjëherë nuk e kanë folur, shkaku sepse kanë dashur që të jenë modest tek të tjerët, por unë mendoj që modestia është e bukur kur i themi të gjitha, sepse në fund të ditës i di Zoti pse unë si di njeriu. Familja ime rjedh prej Karadakut të Shkupit, ose Mali i Zi, më sakt prej fshatit Brez. Ne jemi njerëz të cilët jemi mundu në periudat caktuara të historisë të kontribuojmë për shoqërinë tonë, për popullin tonë e kështu me radhë. Më pyete për fëmirinë, unë mbaj mend kur kam qenë 7 vjeçar. Ne kemi jetuar në lagjen në Çajir kemi jetuar, unë kam lindur në Çajir. Kemi jetuar në lagjen e Gazibabës. Tash keni parasysh jemi familje e madhe. Babi imi ka 6 vëllezër, 3 motra. Edhe ata kanë qenë të stacionuar në Gazibab, edhe kërkesat kanë qenë të mëdhaja në shtëpi ku kanë jetuar. Normal është se ne jemi popull që shtohemi, edhe nuk i kemi faj botës që shtohemi, sepse kur shtohemi ajo sjell për mua begati dhe bereqet. Edhe babai im kërkon në komunë të merr leje për ndërtim të shtëpisë. Do të ndërtojnë shtëpi të re sepse një shtëpi nuk i nxen se në pronën e tij. Po, normal në pronën e tij. Në pronën e tij, shtëpinë të cilën gjyshim me axhallarët e mi dhe me babin tim e kanë ble, ka qenë shtëpi e një bek, atëherë asaj kohe që ka jetuar, shtëpi e vjetër, kështu autentike, edhe bëjnë disa herë kërkesa për të marrë leje për të ndërtuar shtëpi. Atëherë ka qenë një presion i jashtëzakonshëm, kështu që unë e mbaj mend shumë mirë, sidomos ndaj shqiptarëve. Edhe ja refuzojnë, nuk e di sa herë ja refuzojnë, dokumentin e kam në shtëpi atë vendimin prej gjyqit. Edhe babai im është njeri kështu guximtar, të cilën më ka shërbyer në jetë si frymëzim. Edhe ai thot i mbledh axhallarët e mi dhe thot, ok, ne do ta marrim, do ta ndërtojmë, kush do ta merr përgjegjësinë për shtëpinë? Edhe thot përgjegjësinë për shtëpinë, çka është me dokumentacione kështu me radhë, do ta marr unë. E marrin e ndërtojnë shtëpinë e re, ndoshta 10 ditë pasi ta mbarojnë shtëpinë, vjen inspekcioni. Edhe inspekcioni pyet thot kush është personi i cili ka ndërtuar shtëpinë. Edhe është babai im. Përgjegjësia, po, edhe gjyqi sjell vendim që babai im të shkon në burg 9 muaj. Jo të prishet shtëpia, jo të jepet leje ose të merret leje kështu me radhë, jo të gjobitet të dënohet me lek, por të shkon në burg. Edhe unë e mbaj mend si fëmijë, ajo është një ndjenjë që nuk ja dëshiroj askujt, ku unë kaloja ka rruga për të shku për të ble diçka në shitore dhe shinja brenda babait tim duke punuar në oborin e burgut. Është shumë e dhimbshme kur një fëmijë është këtë, mirë po jeta neve si familje edhe mua na ka mësuar sepse ndoshta ne harrojmë ndonjëherë se sa peshë dhe sa vlerë kemi, por ata kundërshtarët të cilët bëhen bashkë kundra teje, ata ndoshta më mirë se ti e din se sa ke peshë dhe sa ke vlerë. Vërtet, ato të vlerësojnë më shumë. Ata të vlerësojnë më shumë. Ndoshta ata nuk din ta vlerësojnë vetveten, por ama ata kanë aso lloj senzorësh që mund ta vlerësojnë rrezikun që ju vjen nga ti. Jo që ti ke kohë të merresh me ata ose t'ju bësh dëm kështu me radhë, mirë po
Ata janë njerëz të cilët neve na kanë ndihmuar në një formë të ngritemi mbi situatën. Janë ato trauma të cilët unë nuk ja dëshiroj askujt sepse sot po të bisedojmë është një tjetër qasje, ndryshe është e botën. Por një fëmijë 7 vjeçar, ne jemi 5 fëmijë, llogariteni, ne kemi jetuar 9 muaj pa babin ton edhe duke e kështu prej ball për ball, duke shkuar dhe duke shikuar ai brenda, ne jashtë. E ke babain që? Po. Në këtë moshë që je, që ti ke arritur të bësh baba dhe vetë, sepse libri jot e mban brenda këtë, dashurinë për jetën, për botën, për njerëzimin, për veten në fund të ditës. Çfarë do t'i kishe thënë babait tënd që ndoshta nuk e arritur t'ia thuash deri më sot? Apo ndoshta ke qenë pak i mbyllur, të ka ardhur i çik si zor, sepse është kjo lloj komunikimi gjithmonë që ne duam t'ia themi, por nuk arrim dot t'ia themi. Unë dua t'i them faleminderit për gjithë çka ka bërë për mua edhe për gjithë çka nuk ka bërë për mua. Unë mendoj se prindërit, nëse duan t'u japin gjithçka fëmijëve, duhet mos t'u japin gjithçka. Mos t'u japin gjithçka. Pse? Sepse kur të ofrohet gjithçka e gatshme, frymëzimi shkon në zero. Babai im mua, nëse mund kështu me një fjali, babai im mua më ka mësuar, e ke parasysh kur shkon dikush për peshkim? Asnjëherë nuk më ka dhënë, kur kam qenë i vogël, kam menduar se është shumë gabim ajo, se normal je fëmijë, po asnjëherë mua nuk më ka dhënë peshku në dorë të gatshëm. Por më ka detyruar në format e tij, në mënyrat e tij që unë të marr dhe të mendoj se si unë të jemi Zoti, unë të punoj, unë të kulumtoj dhe unë ta marr ta sa një peshk. Pas gjithë kësaj përvoje në jetë që ke kaluar, pas gjithë këtij rrugtimit, sa që sharake për ty është paraja, fama apo suksesi arritur duke i bërë padrejtësi tjetrit? Për mua ka dallim shumë të madh të kesh para dhe të kesh pasuri. Ato janë dy bota të ndryshme. Bota është në këtë periudhë sot ne që jetojmë, ka qenë një periudhë kur është vlerësuar familja, nderi, puna, përkushtimi. Keni parasysh nëse ne dalim prej një sistemi i cili ka qenë komunist, dhe në atë sistemin komunist, çfarëdo që ka qenë ai, funksional, jo funksional, represiv, kështu me radhë, ka krijuar dhe ka kultivuar disa vlera. Se kjo është e jona, kjo është e përbashkët, këtë duhet ta bëjmë, kjo ka vlerë, kjo ka peshë, kështu me radhë. Kohën që ne sot jetojmë, njerëzit nuk zgjedhin mënyra për të shkel gjithçka çka del para tyre, vetëm për të arritur një sukses të caktuar. Suksesi i vetëm nuk të duhet në jetë. Suksesi merr kuptim të plot, një thanje mundemi këtu me njëherë. Patjetër, ja. Po, suksesi merr kuptim kur e ndan me të tjerët. Unë kështu e shoh. E bukur, shumë e bukur, e vërtet, suksesi merr kuptim kur e ndan me të tjerët. Jemi te kozmosi. Para se të futemi brenda në libër tani, ka një kopertinë shumë interesante. Një njeri i cili pret dritën me duar, por anashti ka një, si ta quajmë kjo, një pulicë, le ta themi, me me thënie, me thënie të arta. Po. Po nëse kjo si kur flori. Simbolika është ashtu, po. Çfarë simbolizon kjo? Këtu e kemi diellin dhe hanën. Ato mund të analizohen edhe si sytë e kosmosit që të shohin ty. E kemi atë rrugën e qumshtit, që nëse analizon është gjysma mes hanës edhe diellit. Ajo është gjysma e jetës së njerëzit. Edhe është një person i cili i merr ato yjet ose fjalët e mira dhe ja dhuron kosmosit. Njerëzit zakonisht nuk shpërndajnë dhe nuk ndajnë përvoja.
Ideja e librit është që të shpërndahem përvojat. Mua në jetë më kanë kushtuar shumë dhe i kam paguar në lëkurën time momentet kur dikush nuk më ka thënë dëgjoj, këtu do të shkosh, po këtu rruga nuk është e rregulluar, apo ose këtu është rruga me gropa, apo në jetë është me rëndësi shumë informacioni, po edhe informacioni merr kuptim të mirë kur ndahet, shpërndahet në një biznes të caktuar, në familje, gjithandej informacionin ta japish edhe ta marrish, edhe ta dorëzosh në moment të caktuar. Cila ka qenë fjala më e dhimbshme që ti e ke hedhur në këtë libër? Ka shumë, por më e dhimbshme. Nuk e di tash prej ku t'ja nisa. Fjala më e dhimbshme. Unë mendoj që Shumica janë këtu thanje të dhimbshme. frymëzuese dhe filozofike, po të dhimbshme nuk e di. Për shembull, ja njëra që thotë Ose mund t'i hapish ti edhe do t'i komentoj. kur nuk mund të flasin me ty, flasin për ty. Po. Për mua është koha e shenjtë, edhe momentin kur ne harxojmë kohën duke u marrë me të tjerët, ne nuk kemi kohë për vete. Momentin kur ne merrem me veten, ne s'kemi kohë për të tjerët. Dhe të tjerët flasin keq për ty, sepse asnjëherë nuk jau ke dhënë mundësinë të flasin me ty. Nuk jau jep mundësinë të flasin me ty, jo që ti personalisht je arrogant, po sepse je frekuenca të ndryshme. Njerëzit flasin dhe veprojnë aq sa din. Në diellin ka dritë për të gjithë, pa keq kuptime, por ama me disa njerëz koha merr dimension tjetër, merr dimension ndryshe. 2 orë kalojnë si 2 minuta, po me disa 2 minuta duken toksine të cilat nuk mund t'i përballosh dot, sepse është në pyetje kimia, energjia dhe frekuencat. A je ndjerë ndonjëherë në jetën tënde i tradhtuar? Në çfarë kuptimi? I tradhtuar nga aspekti shoqëror, i tradhtuar nga aspekti i punës që ke bërë, i tradhtuar në aspektin e jetës, nga përditshmëria, nga njerëzit që të rrethojnë, nga ajo që ti ke kontribuar me zemër dhe dikush ta ka quajtur se ke bërë për interesin tënd personal. Do të thënë janë këto etiketimet e të tjerëve që ju vën të tjerëve për të shpëtuar veten e tyre. Tash tradhti si tradhti, mua jeta më ka mësuar që prej çdo sfide të nxjerr më të mirën. Mua më ka ndodhur, dhe shfrytëzoj rastin, t'i falenderoj publikisht drejtoreshës ku kam punuar unë me një spital privat. Kontributi im atje ka qenë i jashtëzakonshëm, mendoj se sot dhe asaj dite kemi kontakte dhe relacione të mira me të gjithë pacientët që kanë ardhur atje. Edhe ishte periudha kur duheshte të emërohet drejtor organizativ i institucionit, institucion privat, drejtor medicinal edhe drejtor organizativ. I tërë stafi mjekësor aty, ato bëshin tifo që unë t'jem drejtori organizativ. Nuk kam ba unë tifo dhe nuk kam shprej dëshirë, po kam punuar punën time sepse është punë të cilën e dua dhe me përmbush. Por ama drejtoresha e cila ka qenë aty, filloi të në çfarë forme të xhelozon, të xhelozon dhe të më ndjenjë si konkurrencën më të madhe dhe më të rrezikshme. Edhe ajo bëri gjithçka, gjatë gjithë atij kontributi, sakrifice dhe punë për kushtim timin, ajo bëri gjithçka dhe më largoi mua prej punës. Unë kam qenë 8 muaj pa punë, e kam pas djalin të vogël 8 muaj, po, edhe ka qenë periudhë kur unë jam marrë me vetveten. Ke parasysh jeta më ka mësuar ama prej çdo sfide, ta nxjerr më të mirën. Edhe thash, okay, pse kjo më ndodh mua? Çfarë gabova unë? Këto vështirësitë që ti thua ka ndodhur, me sa unë e kuptoj, gjatë gjithë këtyre viteve të fundit. Po, kjo ka ndodhur vitin 2018. Okay. Fix. Okay. Edhe
drejtoresha e cila non-stop kërkon të këshilla prej meje, se më pyetët për një lloj tradhtis, ajo bëri gjithçka që të më largon mua prej aty. Edhe më ftoi drejtori general, për hir të vërtetës, unë krijova një meshkrim, një vizion se si duhet ai institucion të funksionon, si të menaxhohet, me shkrim, jo me fjalë. Edhe drejtori më ftoi, thanë të gjitha, ti duhesh të shkojsh për këtu. Të shkoj? Po, a keni bisedu me drejtoreshën, ne kemi bisedu për vizionin, të punojmë kështu, të merren këto masa, për vizion 5 vjeçar, 10 vjeçar e kështu me radhë. Jo, tha, ti duhesh shkojsh për këtu, vjen mua shumë keq, unë kisha aty veç përvojë 10 vjeçare. Thosh, okej, ke të drejtë se unë isha i punësuar jo me afat, po kontrata ishte tillë që ishte pa afat. Edhe tha, ke të drejtë të më padisish e kështu me radhë. Thash, jo, nuk të padis asnjëherë. Thash, po, ku duhet nënshkruhem? Shkova atje të nënshkruhem. Edhe ajo e cila mi dha dokumentat, ishte një kolege, tha, po më vjen shumë keq për ty. Thash, nuk duhet vjen shumë keq se unë nuk jam njeri që duhet me të ardhë keq për mua. Unë nuk jam njeri i cili duhet ti dalesh tash ose dikush tjetër qanë se unë shkoj. Thash, mbajnë e mend, thash se ju si institucioni duke ma mbyll një derë prap të kosmosi, thash, unë besoj se mua kosmosi, Zoti do të më hap shumë dyrë tjera. Kështu që unë e falenderoj publikisht, që më kanë larguar prej pune, sepse pastaj vazhdova në klinik, atje jem munduar të punojmë, përvojën të cilën unë e kam marrë në institucionin ku kam punuar në institucion privat, mundohem për çdo ditë ta implementoj në institucion shtetëror, kështu që njerëzit mos të hutohen edhe mos të hidhrohen kur dikush i tradhton, sepse gjithçka është me një arsye. Unë po e shpërndaj përvojën time, mua më ka bë mirë që më kanë larguar prej aty. Momentin kur jam larguar, nuk jam ndje mirë se janë 10 vite, se njerëzit me njerëzit lidhen, apo? Kështu që e falenderoj publikisht. Minutat kalojnë shumë shpejt, po ajo pas ka bërë mirë që të ka larguar dhe shumë bukur e ka bërë, se besoj aty u ke punuar ti. Ma ke treguar vendi, mund ta themi dhe emrin, s'është problem. Si të Me thënë, shumë angazhim dhe mendoj që nuk do të kishe mundur dot që të ishe në studio televizive për të promovuar librin tënd, sepse do të kishe punuar gjithmonë. Po. Kështu që shumë bukur është kjo pjesa. Ta ndërlidhim, falë edhe këtë. S'ka gjë. Mësë shumë të ju ndihmojnë, kjo është e re tash për librin e ardhshëm. Mësë shumë të ju kanë ndihmuar ata të cilët nuk ju kanë ndihmuar. Si të duash. Ne kemi kaluar 50 minuta dhe me ty koha humbet kuptimin, sinqerisht, ke këtë energjinë. Dhe më uroj që ti jesh sa më gjatë pra nesh na sjellësh pikërisht këto gjërat e bukura. Për fund, nëse sonte do të jetë e diela jote e fundit, do ta kishe mbyllur kapitullin e jetës tënde me falënderim apo me mallkim? Absolutisht me falënderim. Me falënderim. Unë i falenderohem Zotit për gjithë shka që ka më ka dhuruar, që ka më ka dhanë, edhe për gjithë shka që ka nuk më ka dhanë dhe më ka nxit ta krijoj vetë. Kështu që asnjëherë nuk mallkoj, edhe njerëzit të cilët më shumti më kanë dëmtuar në jetë, asnjëherë nuk i kam mallkuar, asnjëherë nuk jam hakmer, edhe asnjëherë nuk do të hakmerem, sepse njerëzit bëjnë dëm njëri tjetrit kur nuk kanë paqe me vete. Njerëzit të cilët kanë xhelozi, ata janë njerëz të cilët i kanë dy probleme. Problemi i parë është se janë burimi i energjisë negative, problemi i dytë është se nuk janë si ti. Edhe mu më vjen keq për ata njerëz, dhe keni parasysh njerëzit të cilët për çdo ditë nxjerrin vnerë dhe nxjerrin energji negative, mu më vjen keq për ata, sepse në pah i del dikun 30-40%, pjesa tjetër jeton për çdo ditë. Edhe nuk hakmerem asnjëherë. Sa e bukur, unë jam shumë i lumtur, sinqerisht që ti e vizitove studion time.
Ki përzgjedhur në fakt që të sjellësh një lule orkidea, është një ndër lulet më të bukura të universit, që realisht edhe në familjen e luleve është e veçantë dhe kjo të bën të jesh i veçantë. Unë të falenderoj shumë sepse unë i dua lulet, kafshët, domethënë çka ka krijuar Zoti unë e du shumë. Dhe unë uroj me shpirt që të jesh pjesë e politikës shqiptare në Maqedoni. Do të thuash pse, sepse unë po ta them publikisht të gjën. Ne kemi nevojë për kuadro të tilla, ne kemi nevojë për kuadro që në Shqipëri, në Kosovë të na ndriçojnë me dritën e tyre, me zgjuarsinë e tyre, me oratorinë e tyre, sepse unë besoj në një gjë, njeriu i lexuar, njeriu që ka kaluar në jetën e tij vështirësi, është ideali që mund të krijojë një shoqëri fantastike, sepse para gjithçkaje ai vendos vuajtjen e tij. Dhe jam shumë krenar me ty që ke nisur edhe rrugtimin të jesh në një krah parti politike, pak rëndësi ka ajo se ku je. Rëndësi ka që ti ke zgjedhur vizionin tënd dhe uroj që ta vazhdosh vizionin. A do t'jeni në opozit, a do t'jeni në opozit, njeriu që ka vizion dhe ka zemrën e mirë gjithmonë ka lënë një derë hapur, unë mendoj, për t'i ndihmuar qytetarit të tij. Sinqerisht këtë po ta uroj me gjithë shpirt dhe u shtofshin njerëzit të cilët kanë këtë fuqi dhe këtë shpirt për të ndihmuar njerëzit e tyre. Nëse lejon koha, Patjetër. shkurt, Patjetër. për mua politika është shërbim jo nënshtrim. Thënia e radhës. Thënia e radhës. Sa i përket orkidejes, unë në të gjitha studio televizive që shkoj, kam shumë respekt për punën që e bëni ju, për përkushtimin, sepse është punë e cila don shumë mund, kështu që kam respekt veçantë dhe kjo është një gjest i vogël çka unë dua ta bëj në shej respekti për juve. Unë kisha dashur për njerëzit të cilët na përcjellen me një thënie ta përmbylli nëse mundet. Në jetë nëse ndonjëherë ktheni kokën mbrapa dhe ktheheni mbrapa, atë ta bani vetëm për të marrë forcë dhe fuqi për të ecë përpara. Unë të ekskluzivitetin e thënies do ta lej ty, sepse kisha në plan ta mbyll vetëm me thënie, por jo. Kjo do të jetë thënia që do të shkëputet nga ky emisioni. Faleminderit shumë që ishe, faleminderit që na mundsove që të dy së bashku të udhtojmë në këtë kozmosin tonë dhe uroj me zemër që ta përjetojmë edhe librin e dytë që ti, me sa unë e ti, ke filluar që ta përgatisesh. Veç kam filluar, po. Bravo. Të uroj shumë suksese dhe faleminderit shumë për të gjithë emocionin që përçove edhe te publiku im. Faleminderit për kohën, për mundësinë, për hapësirën. Respekt. Respekt. E pra të dashur shikues, ishte ky Sabri Aziri. Sa emisioni bukur, unë kam kaluar aq shpejt sa që më thoni a do vazhdosh prapë, kisha vazhduar edhe një emision tjetër sepse sinqerisht kam energji. Dhe njerëzit të cilët transmetojnë energji pozitive, atë transmetojnë kudo, uroj që ta keni marrë edhe ju nëpërmjet ekranit televiziv. Vazhdoni të qëndroni pozitiv, vazhdoni të qëndroni me mirë me njëri tjetrin, sepse në fund të ditës ç'do marrim me vete, thjesht 2 metro dhe rëndësi ka që t'i japim dashuri sa më shumë. Vazhdoni na ndiqni me subscribe në për të gjitha platformat tona digjitale, ne me patjetër që nuk do t'ju dëshpërojmë me mysafir special dhe me njerëz që vërtet se kanë se çfarë thon nga jeta e tyre. Mirupafshim nga unë Tirana Lili, patshi një javë të bukur.